connais déjà peut-être l'esprit fou et la politique. Très bien, très bien. L'amiral Fayard, monsieur le gamin militaire, qui déjà fait super. Bonsoir, bienvenue. Merci. Première fois en Albanie. Première fois en Albanie, monsieur le ministre. Alassane Braconnet, Monsieur le ministre. Voilà. Premier fan, c'est pour ça qu'on a. Industriel. Bonsoir. Et François Moreau, nous sommes venus sur les bonsoir. Voilà, voilà. Et on a...
Merci beaucoup. Bonjour. Tu connais mon président. Ouais, c'est Il a plein d'idées, il a plein de... Voilà. de l'occasion. La Première visite. Première fois dans l'histoire. Voilà. Moi, je trouve que c'était bien de venir ce soir. On a plein de chants. Bon, c'est vrai qu'en France, la situation ici, c'est un vrai bonheur. Normalement, oui. Tout est réglé. Bon, ouais, on me dit qu'on a beaucoup de temps, donc on va faire ça. Cher Sébastien, vraiment très heureux de t'accueillir. C'est doublement associé à la défense française. Tu m'as appris ça. Et notre chef vient pour la deuxième fois en Ravi. I'll switch to English briefly. Ils ne sont pas tombés dans la marmite comme moi. Alors, ils étaient jeunes, les Italiens disent que tu parles italien mieux que l'italien, et nous, on dit que tu parlais mieux. Especially as we come to grasp more efficiency, more agility. It's not always easy. We are particularly happy because on the bilateral, let's say, segment between Albania and France, we have a lot of things going on at different paces in the defense agenda in front of everything else. Evaluate these options. I wanted to thank you also for supporting through the part of the whole administration effort. It's always very difficult to do. It helps us a lot in terms of our air domain awareness and Ah, on a des délégations. Oui. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Oui, c'est ça. Le chef de défense. oui. Toujours.
Voilà. Personnalisé. Ta première visite, quand même, c'était... Alors, le protocole du cadeau, c'est un cadeau très simple, ce que tu veux, très simple. Bon, c'est un peu... Ah, mais oui, c'est quand même. Personnalisé, pas du tout. Ah, c'est sympa. Ah, il est top. Il était né le 11 juin, je crois. Ouais, t'es bien renseigné. C'est sur Wikipédia. Il fallait jouer le mec qui avait renseigné. C'est super sympa. Merci beaucoup. Nous, on respecte le protocole. C'est pas un cadeau que je vais repronger. Photo. C'est un peu un mix d'artistes. Ouais, voilà. Siete convinti che sia guardato in the agreements equipe de forza është krejësi e veçantë për sot pas vizitës time në nëntor të kaluar në Paris, homologën dhe ministrin e forcave të armatosur të Francës, Sébastien Lecornu, si Francës viziton në momenton. E kthehet në këtë mënyrë në shtyus domethënë se nga pasagesë e marrëdhënieve me vendetare në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Politikë dhe strategjike për të përballë rreziqeve dhe sfidave që i kalosin në kontinentin. Pikë treti, patëm Le fait de la relation Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve. Është kënaqësi e veçantë të pres sot pas vizitës time në nëntor të vitit kaluar në Paris, homologun dhe mikun tim, ministrin e forcave të armatosura të Francës, zotin Sébastien Lecornu, dhe delegacionin e tij. Dhe është një kënaqësi në fakt e shumë fisht për disa arsye. E para njerë sepse është e para herë që një ministër i mbrojtjes i Francës viziton vendin tonë dhe kthehet në këtë mënyrë në një shtys domethënëse në avancimin e marrëdhënieve mes vendet tona në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Së dyti, takimi bëhet edhe më kuptim plot krahas samitit të komunitetit politik evropian të mbajtur sot në Tiranë, një iniciativë ideuar dhe mbështetur fort nga presidenti Macron, me qëllimin për të zgjeruar diskutimin politik dhe strategjik për të përballë rreziqeve dhe sfidave që i kanosen kontinentit tonë. Pikë së treti, patëm mundësinë të trajtonim një gamë të gjerë fushave të çështjeve të bashkëpunimit dy palësh në mbrojtjen dhe siguri, si dhe mundësit për t'i zgjeruar ato me një ndërveprim mes ekipeve të forcave të armatosura dhe ekipeve të ministrive të mbrojtjes. Gjithmonë duke pasur në fokus modernizimin e forcave të armatosura shqiptare, zhvillimin e kapacitetit të mbrojtjes sipas objektivave të përbashkët NATO-s, trajnimin, edukimin dhe burimet njerëzore. Dhe pikërisht në këtë mënyrë pak minuta më parë nënshkruam një marrëveshje për modernizimin e forcës tonë ajrore me blerjen e kapacitetet të avancuara mobile të vëzhgimit ajror nga një kontraktor industrial francez, treguesi qartë i një investimi strategjik për nevojat kombëtare dhe në funksion të aleancës. Së fundmi, dua të them që Shqipëria dhe Franca shumë e më shumë që nga nënshkrimi i partneritetit strategjik para pak vitesh, shohin në mënyrë të njëmend qoftë rreziqet, sfidat me të cilat po përballemi, përfshirë dhe solidaritetin dhe mbështetjen tonë për popullin Ukrainas, si kundër dhe gjetjen e zgjidhjeve në kuadër të përpjekjeve të aleancës për të përforcuar kahun europian të aleancës nga këndvështrimi qoftë i rritjes së buxheteve të mbrojtjes, qoftë nga këndvështrimi i përpjekjeve për të rritur dhe përforcuar industrinë ushtarake europiane dhe këtu sigurisht kërkova edhe mbështetjen e homologut tim në mënyrë që përpjekjet e rivitalizimit të industrisë ushtarake shqiptare të gjejnë pse jo edhe mbështetje nga Franca dhe nga investitorët francezë. Edhe një herë, grand merci Sébastien d'avoir accepté de
Falenderim shumë i madh për zotin Sebastian që ka pranuar vizitën këtu tek ne dhe ju kaloj fjalën. Faleminderit të zotit ministër për pritjen tuaj shumë të ngrohtë. Gjatë kësaj vizite të parë këtu të një ministri të mbrojtjes franceze. Gjithsesi, marrëdhënia jon strategjike nuk ka filluar sonte sepse që prej kohës që ne të dy kemi qenë në këtë post, vizita pra që prej marsit, vizita që ju keni bërë në nëntor, gjithashtu edhe vizita e kryeministrit ton këtu, normal dëshmon për marrëdhënien e Francës dhe të Shqipërisë, një marrëdhënie vërtet shumë e veçantë kur bëhet fjalë për dialogun strategjik, edhe ashtu sikurse e thatë edhe ju, zoti ministër, por duke u referuar gjithashtu dhe situatës në Ballkanin perëndimor, por ne funksionojmë të dyja palët, ne funksionojmë në aleancat ku marrim pjesë dhe unë dua gjithashtu edhe të vëtheksin mbi këtë mbledhje që zhvillohet sot të Komitetit Politik Evropian, e cila në një farë mënyre ka prekur shumë çështje të sigurisë. Në fakt ne kemi një gjeografi të përbashkët me vende të ndryshme dhe sigurisht që kjo mbledhje e sotme këtu, ky samiti sotëm pati dhe një kapitull të veçantë, një mbledhje shumë të veçantë për sigurinë. Prandaj edhe ne kur kryeministri që këtu për herë të parë, ne i mshuam pikërisht këtij takimi të sotëm që normalisht do të mbaronte, do të përfundonte pikërisht me këtë marrëveshje që ne patëm sot. Në fakt kemi të bëjmë me një material, kjo marrëveshje ka të bëjë pikërisht me një prodhim francez i cili në fakt për të cilin ne jemi shumë krenar. Gjithashtu ne do të duam, duke qenë se jetojmë në një kontekst vërtet që paraqet rreziqe dhe sfida, ne do të donim pikërisht që të kishim produkte të tilla, gjë që do të rrisë ndërveprueshmërinë, sistemet e interceptimit, dronët dhe gjithçka tjetër që do të ndihmojnë në këtë ndërveprueshmëri. Unë vi mbrëm nga Roma dhe pikërisht aty u diskutuar pikërisht për këtë mbrojtjen ajrore të hapësirës europiane. Faleminderit dhe kjo kontratë ka që rëndësishme, ka kohë, pra nuk është nënshkruar ndonjëherë me një kompani franceze, por në fakt kjo është një shenjë e politikës strategjike që ne kemi ndërmend të kemi me ju. Dhe fjala ime e fundit, përpjekjet e ministrisë tuaj dhe të liderave politik, të drejtuesve politik të vendit tuaj në mënyrë e cila ka si qëllim ruajtjen e sovranitetit edhe rritjen e kapaciteteve tuaja ushtarake, janë vërtet shumë të rëndësishme dhe ju do të keni gjithmonë mbështetjen tonë në këtë pikë dhe faktikisht vendosmëria juaj për të edhe për të mshuar kaq shumë objektivit të sigurisë është vërtet shumë e vlerësueshme nga ana jonë. Dhe në fakt ky vullnet politik kaq fanatik nga ana e shtetit tuaj na bën neve që të jemi sa më të përfshihemi sa më shumë dhe kur bëhet fjalë dhe këtë gjë ne do ta tregojmë në trajnime që mund të që kemi një bashkëpunim midis shkollave tona në mënyrë që të kemi një vazhdimsi të kësaj marrëdhënie bilaterale midis shteteve tona dhe gjithashtu duke u përgjigjur gjithashtu dhe objektivave të aleancave ku ne të dy shtetet tona bëjmë pjesë. Dhe në fakt ju falenderojmë shumë. Ju falenderoj të gjithëve.